can fly. Janë darë apo jo, Egli mungoi në koncertin e parë të Gjestit, ja çfarë po ndodh midis tyre, shumë pranë ndarjes. Gjesti ka mbajtur koncertin e tij të parë ekskluziv që pas daljes nga Big Brother VIP Albania, ku mori edhe çmimin e madh për 100.000 eurosh. Ai ka performuar shkëlqyeshëm, më është mirëpritur nga publiku, i cili e kishte mbushur plot Escape Premium Club në Tiranë. Duket se Gjesti ka qenë mjaft i gëzuar, por diçka tjetër po vlohet në prapaskena. Zbulohet se Egli dhe Gjesti janë shumë pranë ndarjes, teksa edhe Xhani Demika, organizuesi i këtij eventi, tha se Egli do ishte në premierën e tij të parë, një gjë e tillë nuk ka ndodhur, teksa edhe fansat e pranishëm e kanë kërkuar Eglin në një zë, por pse Egli mungoi në koncertin e Gjestit në Tiranë, bëhet me dije nga burimet të afërme të saj se janë dy ndodhi që kanë ndodhur në pak ditë që e kanë ftohur Eglin. E para bëhet fjalë për familjen e Gjestit dhe sjelljen e tyre të ftohtë e herë dhe arrogante ndaj Eglit. Bëhet me dije se edhe nga familja e Gjestit ajo nuk është e mirëpritur si nga nëna, por edhe nga motra, të cilët janë përgjigjur ftohtë pasi kanë parë Gjestin të shpërthejë edhe në Big Brother në sjellje në gjuhë të ashpër, si dhe të dalë nga vetja duke mos e përkrahur këtë lidhje. E dyta duket se ka qenë një rimi që Gjesti ka bërë në puntatën që do të dalë për pak ditë, e cila është regjistruar ditë më parë. Bëhet me dije se Gjesti e ka injoruar Xhenetën, por edhe Eglin, por më shumë Eglin në këtë sketch të Big Brotherit, teksa duket se kjo nuk është parë hiç me sy të mirë nga Egli. Ky e fundit për të shtuar zërat e ndarjes ka bërë dy veprime të saj. E para ka ndërruar foton e profilit duke rikthyer foton me fustan të bardhë kur i hyri për herë të dytë në shtëpinë e Big Brother VIP, për të thënë se kësaj here do të jetë një fillim i ri i saj. E dyta është edhe postimi i këngës me Killin, këngë e cila duket qartë për një ndarje. Jo vetëm kaq, po ajo gjatë gjithë mbrëmjes së koncertit nuk ka shpërndar asnjë video të Gjestit, teksa edhe Xhani Demika, i cili organizoi koncertin, tha se edhe në koncertin e post Big Brotherit, kur ishin të pranishëm Gjesti dhe Egli, dyshja nuk dukeshin as pak si çift dhe nuk silleshin si çift, e madje kanë qëndruar shumë pak bashkë me njëri tjetrin. Pritet të shihet në vazhdim se ç'do të ndodhë me dyshën më të kërkuar të momentit.